Sulmi parë kundër rendit kushtetues ka qenë ai. Sulmi vazhdueshëm kundër rendit kushtetues është gjykata kushtetuese edhe kushtetuta e Kosovës. Zoti Kurti ka me shkel qaq shpesh kushtetutën, ka me shkel qaq shpesh mbi gjykatën kushtetuese, sa dëshiron që ato të devalvoj dhe ta bëjt të parëndësishme për rendin kushtetues të Republikës Kosovës. Po shkojna me një foto e cila sot, në atë kohë kësë qenë afër Zotit Thasi, kur dilshi dikun tjetër, une bashkë me Zotin Kurti, dhe pse kam pas mikë president Thasi, emisioni me është politiko-satirik, edhe nuk pas që meret me opozitën, si natyre t'il. Një bishë më në kry, unë i më në isha me tjerë në telefon live, ja isha ku je hu, ka je shku, po dhe pse kanë qenë ashta vizita shumë private, nuk kanë qenë kësisoj, tash që shiku matë tjerë, kom që me matë dhe kërëministrin, sot Vox Kosovë në zjeni fotografi, kërëministrin e venë e ti të preferumë si duket prapë dhe këso e është në Greqi. A ki koment? Nuk ka të regu, nuk ka qitë foto, zakonisht Zoti Thasi, Zoti Kurti, ku të shkojnë të qëtë një foto, për shambull me shkutim po do jevë qëtë foto, ku do si të shkojnë të qëtë foto, këtu nuk i kemi asë një foto. Foto në kuptoj. Qka nuk e kuptoj, Fidan, që ditëm shumë me një pjesë të votuesve të Albin Kurtit, sepse nuk mund është me qenë edhe me UÇK-n, edhe me Albinin, edhe me Ibrahim Rogovën, edhe me Albinin. Nuk funksionojnë bashkë. Dhe kjo foto është dëshmi e saj. Ju kujtohet mas luftës se si është përqesh PDK-ja për afërsinë e saj me Turqinë. Po. Sot, Albin Kurti 24 orë është i lidhur me Turqia dhe me Turqinë që në është në rregull. Por kjo fotografi që atë regon, kë nuk ka lidhe me shtetën e Greqisë, sepse unë mendoj që do të ishte pozitive si kur kjo foto do të bëj me Ministrin e Punëve të Jashtme të Greqisë. Na e këshëm siguru një orë. Me Kryeministrin e Greqisë, me Ministrin e Financave, me Ministrin e Bujqësisë, me ardhë në Kosovë me investu. Do të thotë, kë ka shku atë në një forum ideologjik, i cili është shumë i dyshimt, i cili në shumicën e rasteve, do të thotë forumet e tjera të majta, në shumicën e rasteve janë pro-rusa në Evropë. Edhe kjo nuk është vetëm Greqi, e kjo edhe në Gjermani, në Austri, edhe këj tjera ata të ekstremit majtë janë në shumicën pro-rusa. Po thusë është forumi ekstremit majtë? Po ma mërmane, se që atë shkona i gjithë. Pra, qytetarë dhe votusit e Zotit Kurti, edhe ata të moshës e madhe, le të kujtojnë njëherë narracionin për Greqin që është ka egzistu në Kosovë. Le të kujtojnë Albin Kurti në protesta kur ka folë për Qamarin, me emocion, dhe thot duke kërcënu Greqin, të maru gjykata, marrojke gjykata kundër Greqis, e quen të gjenocid, qërë sot, i palum para tyre në teritorin e tyre. Dhe unë mendoj që këto vizita të paparalajmëruara, sepse ti e kryeministër, edhe kur ki vizita private, edhe ndeti kur shkon kancelari Gjerman, qytetarët e ati shteti i njofton. Pra, e ka detyrim edhe kushtetues edhe ligjor. Po kriti bën sheft. Vizitat i bën sheft, vizita private bën sheft. Negociatat, po ka shpresu që nuk e fotografon kërkush, që nuk e din kërkush. Po i vjen, kë e din që nuk o mirë që po shkon. Ma se veç po më shefet. Dhe nëse e din që nuk o mirë, pëse po shkon. Dhe më thonë, është kontradiktor, si gjithmonë. Po këthemi pak të vendimi i gjykatës